Sa po ke filluar punë si infermier në Gjermani, shmangi këto 5 gabime. 1. Të bëni sikur i kuptoni të gjitha. Më mirë thuani: Ich hab das nicht vollständig verstanden. Können Sie es bitte wiederholen? Gabimi numër 2. Të bëni një übergabe të përgjithshme. Për shembull, dem Patient geht's gut. Por duhet të përshkruani gjendjen e pacientit konkretisht. Gabimi numër 3. Të dokumentosh në mënyrë subjektive. Dokumento atë çfarë ti pe, atë çfarë pacienti tha, pa vendosur etiketime personale. Gabimi numër 4. Të mos kërkosh ndihmë se do dukesh jo profesionale. Dhe gabimi numër 5. Të fotografosh pacientët, dokumentat, emrat e tyre, diagnozat e tyre, nuk lejohet. Pyesësh nuk është dobësi, por është një përgjegjësi profesionale. Shkruaj edhe ti në komente se çfarë këshille do t'i jepje një infermieri të ri. Unë do doja shumë me kishin dhe nuk ta. Pyesni more, pyesni.